Top Albania Radio. She's on air. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM në kanalin 10 në digital. Sot e kemi nisur kaq bukur dhe nuk do shtjellohem më shumë, po direkt do prezantoj të ftuarin ton Alban Male. Mirë se erdhe në She's on Air. Autor i Talent në shtëpi, që është emisioni i cili do vi së shpejt në e diell. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Ndërkohë kemi dhe një co-host sot, ndryshe nga herët e tjera, Rea Shena. Rea, mirë se erdhe tek ne. Mirë se u gjeta, kënaqësi se gjithmonë. Do ma thuash ti, ta prezantosh ti më mirë veten tënde. Si ishte ajo talent scout. Rea është një talent scout, kështu që kemi lidhje këtu bashkë me bisedën që ne do bëjmë për ta shtjelluar pak më shumë. Çfarë do shohim ne në talent në shtëpi? Ne si thosh kemi menduar të rifillojmë një traditë, mund të them, që ka pasur Top Channel-i gjatë gjithë ekzistencës vet për të gjetur talente të reja, por ne kemi pasur eksperjenca shumë të mëdha sa kaq, ku diun me The Voice, me The Voice Kids e gjëra të tjera. Po siç thash, Top Channel-i ka pasur gjithmonë një si iniciativë gjithmonë për të gjetur njerëz të ri, për të lançuar njerëz të ri dhe po rikthejmë një gjë të tillë. Ky është një talent show që i përket këngës. Kemi kohë që kemi filluar audicionet. Mendoj që të fillojmë diku mbas javës së dytë, maksimumi javës së 3 të prillit. Edhe do jetë pjesë e të diellës, është një nga rubrikat e të diellës. Dhe për momentin si thosh kam një farë entuziazmi sepse shoh që audicionet kanë shkuar shumë mirë dhe gjatë gjithë kohës kemi interes për këtë gjë. Si duket kemi munguar mjaftueshëm. Deri në këtë pikë të audicioneve, ka qenë ndonjë konkurrent që ka spikat, që i keni dallu, që ka një potencial të mirë? Po. Janë disa. Sa mirë? Janë disa. Domethënë nga eksperjenca ime personale, unë mendoj që një talent show nëse arrin të gjenerojë 2, 3, maksimumi 4 personazhe të rëndësishëm, për mendimin tim ja ka arritur qëllimit, sepse i tillë treg është dhe Shqipëria, nuk është se ka një pafundësi talentesh, megjithatë ne ngelemi popull i talentuar. Për mendimin tim. Na tregoni pak më shumë dhe për grup mosha që duhet të marrin pjesë, ku do të fokusoni? Ne kemi vënë një limit moshe që është 9-14, ne nuk do donim që të ishim, jo sepse s'kemi dëshirë, por sepse mendojmë që edhe për këtë shkak është dhe Rea që ndoshta do flasi për këtë pjesë, që talent show-t kanë një problematikë nëse mund të quhet e tillë, që në momentin që ti mbaron talent show, qoftë edhe njëri shumë i spikatur, ka nevojë që pas spektaklit të ndjeki një rrugtim, dikush t'i thotë bëj një gjë, se të ketë një lloj mentori, po themi, i cili e drejton për të zgjedhur ato mundësi që mund të ishin të mira për të dhe për të ndërtuar një karrierë të mirëfillt. Sepse përderisa ti je aty, kjo është një farë reklame pa lek, sepse ti do dalësh në televizion. Në momentin që po themi emisionin, se talent show mbaron, ai rrugtim, sidomos me kontekstin ku është sot arti në përgjithësi në botë, ka nevojë me patjetër për një lloj drejtimi, për një lloj mentorship, siç quhet. Dhe edhe për këtë arsye jam edhe më tepër entuziast, sepse mendoj që Rea nga eksperjenca që ka këtë pjesë do ta bëj mirë, mendoj. Përpara se të ndalemi edhe tek Rea dhe ajo çfarë Rea do t'i ndihmoj këta të rinj për të vazhduar rrugtimin e tyre, gjatë emisionit, pra gjatë transmetimit, do vazhdojnë të jenë audicionet e hapura, pra mund të aplikojnë edhe... Po, ne si thua audicionet ose pritshmërit nuk është se i kemi mbyllur me audicionet paraprake që kemi bërë. Si një popull pak skeptik që jemi, ndoshta dikush ka nevojë ta rishohë që diçka ka filluar dhe më pas, si thua, ti mbushet mendja për të ardhmen. Kështu që ne jemi të hapur kjo pjesë. Si thosh, po e shfrytëzoj edhe këtë hapësirë për të bërë një ftesë tjetër që kushdo që ka dëshirë ose që s'e ka pasur mundësinë për shumë arsye
të jetë pjesë të tilla spektakleve, ne jemi të hapur edhe është e kënaqësi. Jam vërtet shumë e lumtur në fakt që po rikthehet një energji e tillë në Top Channel, sepse gjithmonë ka qenë The Voice, ka qenë Top Festi, të cilat na kanë shoqëruar gjithmonë me muzikën dhe kanë nxjerrë vërtet produkte shumë të mira. Kështu që besoj se të gjithë do e presin krah hapur këtë. Shpresoj se po. Moderatorja e konfirmuar është Egli Tako. Po, është Egli Tako. Si po shkon me Eglin? Me Eglin po shkojmë mirë, ne nuk është se ishim njohur përpara, se po që Egli kam idenë që është ajo që gjithë njerëzit perceptojnë, domethënë është ajo you get what you see. Domethënë është siç e perceptoj mendoj unë shumica e njerëzve, kështu që jemi shumë mirë, po bashkëpunojmë shumë mirë. Natyrisht kemi edhe një juri, e cila do jetë e përbërë nga 3 personazhe që nuk po i Edhe unë për këtë do të pyes janë fakt që na jep një personazh të jurisë. Jo, nuk po i nxjerrim personazhe. I kemi çuna goats. I kemi të miksuar, jemi munduar që të kemi një mix, po themi estetikash, mos të jemi vetëm kjo juria klasike që ka janë gjithmonë të njëjtit apo dhe ndryshojnë gjatë rrugtimit juria? Domethënë ne mund të presim surpriza gjatë jo, në këtë moment ne kemi 3 personazhe që janë fiks, natyrisht me kalimin e fazave dhe duke u përshkallëzuar gara ne mund të integrojmë një ftuar që mund të jetë po themi në gjysmë finale nga një këngëtar ose një performues. Egli do performoj? Mund të bëhet ajo. Tani po kërkoni pak si show. Unë në fakt më pëlqen sepse po ndjej një atmosferë, një energji shumë të mirë edhe nga Egli sepse flet vetëm për këtë emision. Është një nga pasionet e saj më të mëdha që është muzika, kështu që është aq e përfshirë dhe aq e lumtur që do nisi ky emision. Edhe të gjithë ne kemi vëmendjen aty mezi pres. A do kaloj ky emision në faza, pra do ketë eliminime në çdo episod apo? Po, si thosh në të tilla emisione ata që do skualifikohen është e pashmangshme se kjo gjithsesi është një garë. Kështu që ne do kemi për shkallëzim të garës, do kemi fazën po themi momentin që ti lançohesh, ti prezantohesh dhe më pas natyrisht do vijë dhe eliminimi, se por përveç Egli Takut, ne na kanë thënë që do ketë edhe një moderator tjetër në backstage, në prapa skena. Mund të tregohet emri apo akoma? Jo, unë di vetëm që është me flokë të verdha, kaq di. Jam shumë kurioze Ina tani zbuloje Ina. Të zbuloj unë. Pse më vajti mendja te Ina? Çuditshëm, nga që qeheshi ndoshta. Meqense nuk i kemi thënë ato të pjesëtarët e juris, unë po e them që me gjithë kënaqësinë time, unë do jem në backstage me të gjithë konkurrentët. Bravo. Dhe vërtet do ta shijoj shumë këtë eksperiencë. Madje unë kam takuar në audicionet e para dhe vërtet e kam shijuar shumë atë energjinë që ata kishin, ato emocionet, kështu që ti ndjek hap pas hapi, më duket sikur do rritem bashkë me ta. Tani në këtë tavolinë ne kemi një nga imazhet kryesor që Ereze ka këndu ke spoti. Unë jam shumë pozitive, domethënë për talent në shtëpi, që kur kemi filluar me promon e takova edhe Eglin edhe Albanin edhe gjithçka ka shku shumë smooth edhe kam shumë big hope për talentet e reja që do vinë dhe jam shumë e lumtur që po ju jepet një mundësi që mos ta mbajnë talentin në shtëpi, se si e keni pa edhe te promoja, ai ishte mesazhi që ne donim me përqume patjetër tek njerëzit. Ishte vërtet besoj se ka ardhur një. Do me thënë mos këndoni vetëm në dush, nxjerrni zërin tuaj edhe jashtë dushit. Do me thënë unë mos të këndoj më në dush, të vite ju me që ti duhet shkosh atje, jam e bindur. Me pak vocal coaching mbrihen edhe vokali i mirë, me pak trajnim, me pak punë. Shumë mua kanë thënë që jam e intonuar, ndoshta pa levi. Provoj Unë tani do kaloj tek reja dhe dua të di cili është Chelsea, pasi ti ke kaluar një rrugtim shumë të gjatë dhe publiku është njohur me ty, që ti ta mbash publikun afër vetes. Po, atëherë siç e tha dhe Albani, talentet shqiptare un kam vënë re që kam pak të problemin, duan pak fam të shpejt. Dhe talent show-t zakonisht ta japin këtë gjë, sidomos kur je fitues, i preferuar i publikut, ka pas shumë raste që mund mos jesh fitues, po publiku të ka pritur shumë mirë.
Dhe kjo pjesa mbrapa vjen edhe për faktin që, siç tha dhe Albani, kjo pjesa e menaxhimit, domethënë dua një guid tamam, shumë artistë edhe kanë gabuar, mund të kenë lidhur kontrata shumë shpejt. Kush është një gabim? Kjo është një nga gabimet kryesore që un kam parë, është kjo lidhja e kontratave shumë shpejt dhe pa lexuar me detaje se çfarë do bësh. Kemi pas shumë artistë që kanë lidhur kontrata dhe më pas nuk kanë bërë gjë sepse kontratat i kanë kushtëzuar shumë. Kjo është një gjë që ndodh edhe jashtë, po në vendin ton, duke qenë se akoma nuk e kemi këtë njohurinë shumë të kontratave muzikore, po jo vetëm në muzikë, edhe në fashion, për modele dhe gjëra të këtij lloji, është një problem. Dhe mendoj domethënë që kjo puna duhet një punë, nuk duhet të mjaftohesh me famën që merr nga talent show, po duhet një punë rigoroze mbrapa talent show, e përditshme. Sa të rëndësishme janë rrjetet sociale? Shumë të rëndësishme. Me kohët që kanë ardhur janë shumë të rëndësishme, të paktën në fazën që je akoma duke ngritur audiencën, duke i bërë i njohur për publikun, sepse pastaj kur arrin një nivel si dua ose diçka, mund t'ja japësh vetes luksin që dhe të jesh jashtë kamera për një kohë të gjatë edhe më pas të rikthehesh. Por siç tham dhe më parë, kjo pjesa mbrapa talent show-t vjen edhe për faktin që ne nuk kemi shumë njerëz që merren me këtë gjë, nuk kemi shumë njerëz që mundohen të nxjerrin këto talente jashtë kufireve të Shqipërisë. Ne kemi shumë talente në Shqipëri që kanë ngelur këtu. Shumë artistë që kanë shumë famë në Shqipëri. Unë për shembull, duke qenë se merrem dhe me artistë jashtë, i shoh që mund të kishin vazhduar një karrierë shumë të madhe jashtë, po është kjo gjëja që unë do mundohem që të krijoj këtë urën e talenteve, domethënë mbas fitores ose mbas suksesit me botën jashtë, jo vetëm brenda barierave të Shqipërisë. Teksa diskutoj duke folur nga pak të gjithë, duket se do jetë domethënë të gjithë kanë dhënë atë magjinë e vet brenda këtij projekti dhe besoj se do dalë shumë, do jetë diçka e bërë me plot dashuri si fillim dhe ky është sekreti, mendoj. Unë mezi po pres që të bëhet pjesë e publikut dhe publiku ta ndjeki dhe ta vlerësoj vet këtë punë kaq të madhe dhe nuk më ngelet asgjë tjetër përveç se për të thënë suksese dhe shpresoj që suksese edhe ti. Shumë faleminderit. Dhe i ftojmë edhe të tjerët që ka akoma kohë të konkurrojnë. Për audicionet mund të drejtohen direkt tek Ediel dhe të lënë të dhënat e tyre për të vazhduar në audicionet hap pas hapi. Albani ishte shumë kënaqësi, vërtet uroj shumë sukses. Ju falenderoj shumë. Dhe do shihemi pra bashkë. Do dëgjohemi ditë. Faleminderit. Kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak.